Pejgamberi alayhis salam ka thonë 3 gjana nëse i shikon, bën ibadet vetëm me shikimin e tyre. Cilat janë ato? Nëse shikon Kur'anin, veç me shikimin që ja bëjmë Kur'anit, bëjmë ibadet. Domthonë është kish problem veç me shiku Kur'anin. Nëse e shikon ftyrën e prindit, ftyrën e nanës, bën ibadet, edhe nëse shikon çaben. Mësuese, cilat janë disa rregulla të cilat çdo person i cili dëshiron me mësu Kur'anin ose me marrë me lexu, duhet me i ditë patjetër ato rregulla. Pa ato rregulla, domethënë nuk ka as lexim, as mësim të Kur'anit. Po, nëse dujna kena mësu me lexu Kur'anin, atëherë duhet me marrë abdest. Duhet pa abdest, domethënë nuk lejohet edhe me marrë Kur'anin dhe me lexu. Po është mirë edhe me kanë me mbulesë për na që jena gra. Është e plotësuar ajo e cila edhe ka mbulesën. Derisa lexojmë Kur'anin është mirë mu kthy dhe ka kibla, është sunet, domethënë mu kthy dhe nga kibla. Edhe me lexu ulën është më mirë, po edhe rat bën, po më e mirë atë mirës na me pas respekt, se çka po lexon fjalën e Zotit, domethënë kjo është ka shumë rëndësi që na me a ke pa edhe nuk është e preferuar me lënë më poshtë se sa pjesa poshtme, më nalt se pjesa gjysma e trupit nalt duhet me lënë. Gjithherë duhet me vendos dikon sa më nalt, se zatën është fjala më e lartë që e ka zbrit Zoti. E mos jemi për atyre të cilët e lënë veç bukurim nëpër bibliotekat tona, kuranotekat tona, po jemi të atë të cilët e lexojmë dhe praktikojmë inshallah. A është kështu po pës për disa familje të cilët e kanë Kur'anin që e përmende thjesht e vendosin ndoshta si zbukurim, po nuk afrohen as edhe një herë me hap ose me shfletu. Edhe kështu ju them që mirë bajnë, që e lajnë, bile edhe për zbukurim, për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë 3 gjana nëse i shikon, bën ibadet vetëm me shikimin e tyre. Cilat janë ato? Nëse shikon Kur'anin, veç me shikimin që ja bëjmë Kur'anit, bëjmë ibadet. Domthonë është kish problem veç me shiku Kur'anin. Nëse e shikon ftyrën e prindit, ftyrën e nanës, bën ibadet, edhe nëse shikon çaben. Domthonë që të 3 gjana, edhe veç nëse i shikojna kena dobi prej tyne. E lemo me hi edhe me lexu dhe me marrë prej mësimeve tij, që kjo mos nuk diskutohet për shpërblimin që kena për leximin brenda tij, po edhe çka është shumë e rëndësishme, kohën e sahabëve, ata kur ka zbrit Kur'ani, pejgamberi alayhis salam kur ja ka mësu Kur'anin, ata i kanë marrë, i kanë mësu dhe ajete. Edhe kanë fillu me praktiku ato ajete, mandej kanë fillu me mësu tjerat. Nuk kanë mësu ajete tjera, pa i fut në praktik. Domthonë kjo ka shumë rëndësi, që na ato që na ka zbrit, mos me marrë veç atë pjesë që na pëlqen, që thot Zoti në Kur'an, a në pjesë po e merrni një pjesë, po e braktesni, po e lani atë që s'ju pëlqen, po e mohoni, domthonë diçka që gjithçka që ka zbrit Kur'ani brenda Kur'anit është për neve, dhe të mirën tonë. Askush nuk e din më mirë se krijuesi jon se çka është e mirë për neve. Edhe gjitha mësimet, edhe këshillat, edhe ndalesat, gjithçka që ka brenda tij janë për të mirën tonë. Po, atëherë mos të bëhemi njerëz të cilët vetëm e shikojmë, po të marrim të shfletojmë, të lexojmë, që kjo që thash më herët me qenë shefat me bë për neve në ditën e gjykimit. Dhe kjo është shoqëruesi më i mirë kur të hyjmë në varr, na bën dritë, nëse kam qenë ata të cilët e kemi lexuar në këtë dynjë.